Ashtu si dhe kromani Piramida Ismail Kaderes, udhëheqësit tanë ndërtojnë pafund ndërtesën e tyre të pushtetit të përjetshëm. Nuk u dhimbse në shtetësi që vuajnë nga regjimi, por gërmojnë monumentet e tyre. Puna e fundit është një tender i zhvilluar nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, me vlerë 712 milion lek për rikonstruksionin e botrumit të Këshillit të Ministrave. Qysh në shtator 2013, kur hyri në selinë e kryeministrisë, Edi Rama vazhdon rekonstruksionin e syrave. Në një set fotografik të ekspozuar nga kryetari i qeverisë në 2013, tregohej amortizimi dhe lënia pasdore e ambienteve të ndryshme, si zyra, sallat pritjes, salla konferencash e të tjerë. Ndërkaq fotot flisnin edhe për një ndërhyrje tashmë konkrete për rikonstruksion të këtyre hapësirave. E para që i është nështruar është salla e mbledhjeve të qeverisë, e cila siç e tregojnë edhe pamjet, ka psuar thuajse një tjetërsim. Këto punime inspektonte edhe vetë kryeministri. Në krah të Ramos, në atë kohë, u vënë re arkitekt të njohur dhe bashkëpunëtor të ngushtë të tij. Nuk u bë fare tender, por u aktivizuan biznesmen, vullnetar dhe donator që ishin klient të Ramos qysh nga koha kur mbante postin e kryetarit të bashkisë. Në fakt, Edi Rama e ka trashëgimi familjare të lërgjuar në këtë godinë. Në krahun e djathtë të fasadës është një basorelief që u vendos aty në kohën e Enver Hoxhës. Autori ishte babai i Edi Ramës, skulptor dhe sekretar i presidiumit kuvendit Kristaq Rama. Tashmë i erdhi radha Ramës sëri të bënte ndryshimet.